lutja është me kërkuat i madhit Allah, problemat çka i kije, mi adresu atina, nash problemet, nash kërkesat e dunjos, nash kërkesat e ahiretit. Për dunjo, atë çka ki nevoj për evlat, ki nevoj për shërim, ki nevoj për pasuri, ki nevoj për shtëpi, ki nevoj për udhëzim, e për në ahiret, ki nevoj për xhenet, ki nevoj që Allah me t'i falë gjunat, andaj keq ato çka ki nevoj, adresoj të Allahu xhelle shanu, pa ndërmjetësim. Pra thotë Allah, kul ed'uni astajib lakum. Thuaj o Muhammed, në të mluten, unë do t'i pranoj lutjet e tyre. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Shikoni, ky ajet ku Allahu xhelle shanu i thot Muhamedit alayhi salatu wasalam, nëse robt e mi mluten për mu, shiko, thuaj, kul idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse robt e mi mluten, Allahu xhelle shanu nuk i thot pejgamberit alayhis salam thuj që unë jam afër. Shiko, kjo fjala thuj vonohet. Allahu xhelle shanu thot fa inni qarib. I thot Muhamedit alayhis salam unë jam afër, pa i thon atij thuj, se fjala thuj ka mundësi tash pejgamberi me thon ty apo me na kallxu shkon një çfarë kohe gjatë. Do të thonë Allahu nuk don që me ta vanu doan tënde. Po momentin çka po Allah neve na mëson dhe i thot pejgamberit alayhis salam, thuj robët e mi, nëse ata më lutën, atëherë thot Allah, unë jam afër tyre. Me të kallxu që Allah ti pranon përgjigjet, ato kërkesat e tuja ti pranon me njerë. Po vetëm e jote është me e lutë Allahun xhelle shanu. Vetëm e jote është me adresu kërkesat e tuja te i madhi Allah. Problemat e tuja adresoj i madhit Allah. Mos i adreso tek njeriu. Mos i adreso te filoni, te aloni. Sa ai ka mundësi më mërzit, ka mundësi me ta mshil derën, ka mundësi më nervozu, ka mundësi me thonë, atë unë gjete me ardhë me mlip, atë unë gjete me ardhë me kërku. Por pejgamberi alayhis salam thot me një hadith, Allahu don nga robët e vet, i dhrohet bilem nga njeri i cili nuk kërkon për Allahu xhelle shanu. A ki problema, a ki telashe? A s'ka njeri pa telashe? S'ka njeri pa kërkesa. Ketë kena kërkesa. Ketë kena nevojë për diçka. E çato kërkesat e tuja adresoj i